Me provimet me zgjedhje, rreth 1400 maturantë të Shkodrës mbyllen maturën shtetërore 2026. Procesi ka shkuar normalisht dhe sipas drejtoreshës së ZVA në Shkodër, Brisela Kadia, dy janë lëndët që kanë patur interesin më të lartë të maturantëve: ekonomia dhe psikologjia. Kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturantë. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim, jo se të tjerët kërkonin më pak, por për shkak edhe të larmishmërisë së përzgjedhjes së lëndëve që maturantët do i nënshtrohen këtij provimi, duhet jetë shumë i kujdesshëm të menaxhohet qoftë shpërndarja e testeve sipas përzgjedhjeve të duhura të maturantëve, dhe në disa ambiente mund të kemi që një larmishmëri më të madhe të përzgjedhjes se sa në disa të tjerë. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhjeje për lëndën e ekonomisë, mbi 650 maturantë kanë zgjedh, psikologji dhe qytetari mbi 320 maturantë dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturantë. Ndërsa në anët e lëndëve profesionale, të shkollave profesionale, kemi një përzgjedhje të hoteleri turizëm mbi 70 maturantë. Pastaj vazhdojnë edhe përzgjedhjet e lëndëve të tjera, qofshin këto specifike të shkollave profesionale, qofshin edhe lëndët e tjera biologji, kimi, matematik, fizik, në varësi edhe të përzgjedhjes që kanë bërë vetë maturantët. Sa i përket rezultateve të provimit të gjuhës së huaj dhe asaj shqipe, drejtuesit e arsimit bën me dije se niveli i kalueshmërisë ka arritur në 98%, një tregues pozitiv për përgatitjen e nxënësve dhe punën e mësuesve. Në të dy provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të kemi 3-4 shkolla që nuk kanë pas kalueshmëri 100%, që na detyrojnë ta kemi kalueshmëri në nivel ZVA-je 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe të shkallës së interpretimit, është 6.95. Sigurisht është pak më arritur se viti që lam pas, nga një krahasim i shpejt që bëm ndërkohë që morëm rezultatet. Tani do shohim edhe provimin e matematikës, sepse besojmë se do dalin rezultatet shumë shpejt. Rezultatet e këtij provimi do shërbejnë si bazë për aplikimet dhe pranimin në institucionet e arsimit të lartë. Sezoni i provimeve të detyruara nisi me 2 qershor me testin e gjuhës së huaj, vijoi me 9 qershor me gjuhën shqipe dhe letërsinë, ndërsa me 16 qershor maturantët ju nënshtruan provimit të matematikës. Matura shtetërore u administrua në 144 qendra provimesh në të gjithë vendin, me angazhimin e mbi 2000 mësuesve, administratorë dhe 170 monitoruesve të Ministrisë së Arsimit.